Kanë vazhduar përplaset e deklarative ndërmjet e partive të bllokut të Maqedonas, ku sot debate zhvilluar rreth asaj se kush është më maqedonas edhe kush është pro-bullgar. Pasi lideri opozitarës LSDM, Venko Filipçe, e quajti VMRO-DPMN në parti bulgarofile, kryeministri dhe njëherëshe kryetari VMRO-DPMN-se Hristen Mickoski tha se partia e tij është një parti pro-maqedonase edhe se kjo është ajo që intereson partisë, ndërsa shtoi se fakti që LSDM prej kohësh e ka humbur identitetin dhe mënyrën e veprimit politik, sipas tij është problemi i tyre dhe shumë shpejt do të përballen me këtë problem në zgjedhje. Nuk mund ta komentoj këtë sepse nesër du të thot diçka tjetër. Supozoj se du të shpik ndonjë epitet tjetër. Praktikisht, ai çdo ditë thot gjëra dhe udhëheqësia e LSDM-s në përgjithësi çdo ditë thon gjëra që së pari janë të pahishme, ndërsa së dyti ato që i thojnë në publik gjatë ditës i ndryshojnë disa herë. Kështu që supozoj se deri në mbrëmje do të jemi ndonjë parti tjetër. Përveç Filipçes, në këtë debat është përfshirë edhe partia e tij. Nga LSDM theksojnë se një parti nuk mund të prezantohet si mbrojtëse e identitetit të Maqedonas, ndërkohë që sipas tyre shumë funksionarë dhe persona të afërt me partinë posedojnë pasaporta bullgare. Në reagim përmendën ministra, deputet, drejtorë si dhe familjar të Mickoskit dhe gazetarit Dragan Pavlović Llatas. Ju nuk jeni pro-Maqedonas, ju jeni parti pro-bullgare me shtetësi bullgare. Ju nuk mbroni identitetin Maqedonas. Ju e përdorni atë për ta bllokuar rrugën drejt Evropës dhe për ta mbrojtur perandorinë tuaj kriminale. Maqedonas është vetëm ajo parti që lufton që Maqedonia e Veriut të bëhet antare e plotfuqishme e Bashkimit Evropian e jo province izoluare Viktor Orbanit dhe Vladimir Putinit. Nga LSDM në formë të pyetjeve konstatojnë se si mund të jesh pro-maqedonas kur shtetin e bllokon në rrugën drejt BE-s, duke aluduar se qeveria me qëllim vepron në këtë mënyrë.